saj... Ka ndruar mendin ky takimi me Trumpin. Takimi saj me Trumpin ka bo që presidenti ja gëzon një respekt për gjithshëm ndërkombëtar, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj si person, si individ, sigurisht, meriton me vazhdu edhe një mandat si president e vendit në qoftë se s'ka kandidat tjerë. Por nuk e di a do të ketë fatin, a do të ketë votat dhe do të propozohet nga lëvizja vetëvendosje për të rizgjedhur edhe për një mandat. Po them edhe një herë, përvoja e saj ka bo një përvojë të mirë në këtë afat mandat 5 vjeçor dhe që ndoshta me që s'ka kandidat tjerë është më meritoria me vazhdu prapë edhe për një mandat karriken ose ulësin e presidentes vendit. Por nuk e di se si do të shkon puna deri te kandidimi i saj, deri te përzgjedhja e saj, sepse vendimi sotëm i gjykatës kushtetuese shumë të jep me kuptu që do të kemi një krizë të jashtëzakonshme brenda konstituimit të kuvendit të Kosovës. Në qoftë se lëvizja vetëvendosje, si parti fituese zgjedhjeve, me numrin dikon me 57 deputet të vet, nuk e voton kandidatin e propozuar nga lista serbe, i bën që nuk do të kemi kuvend të konstituum dhe nuk mund të ecim përpara as me kriju qeverin, as me zgjedh presidentin. Prandaj vendimi sotëm është një goditje e madhe për demokracinë tonë, se tash ne nëse flasim, po na akuzojnë që kemi dëshirë që ka ndodhur kështu, po megjithatë gjykata kushtetuese dhe juristët e saj e kanë vlerësuar të drejtë vendimin e saj që ka të drejtë me propozu partia e cila është më e madhe këtë rast e minoritetit jo shqiptar dhe minoritetet tjera që është minoriteti serb. Kështu që kjo do të ka partia më e madhe komunitetit e shumicës shqiptare të drejtë absolute për ta propozuar kandidatin për kryeparlamentarin, ngjashëm është tek në kryetari, kjo është logjika realisht. Edhe rregulloria e kuvendit, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese jep të drejtë partisë madhe të minoritetit serb me propozu kandidatin. Dhe është keq që është nda në shkurt ose